t'ju sqaroj edhe ju dhe opinionit publik se procedimi penal kundër zotit Meta ka nisur në 2018. Fakti konkret politik ishte se zoti Meta në 2017 u bë president republike. Në momentin kur u bë president republike, filluan që nga kallëzimi u regjistrua kallëzimi parë pranë SPAK-ut në 2019-2020, procedim me numër 55/2019. Pasi u krye procedimi, vazhduan hetimet, dhe hetimet i bënte zoti Kraj, i cili ishte drejtuesi i prokurorisë asaj kohe. Po ashtu, në 10 qershor 2022, kur zoti Meta ishte drejt ikjes nga president e Republikës, dalin çuditërisht disa kallëzues edhe bëjnë kallëzime penale, secili veç e veç, por dihet që plani ishte i mirë organizuar në aspektin juridik për eliminimin politik të zotit Meta. U regjistrua kallëzimi i parë 122/2022, kallëzimi i dytë 125/2022, kallëzimi i tretë 165/2022. Pra, në rast se do të shikoni, një organizat e mirë organizuar në aspektin juridik të kallëzimeve, bërë një organizim të tillë për të bërë një eliminim politik në tentativë, por një eliminim politik në rastin konkret. Në fund fare, prokuroria pasi merr të gjitha ato kallëzime, i bashkon në një dhe i shkon tek kallëzimi i parë i 2018-s që u bë me fraksion si punon SPAK-u vazhdimisht tek 55/2019. Dhe sot kemi procedimin penal 55/2019 ndaj zotit Meta. Po ashtu, zoti Meta në regjistrin e veprës penale u regjistruar në 10/6/2024. Edhe lindin pyetje të logjikshme dhe shumë të thjeshta. Përderisa ti kallëzimin e ke 2019-ën, përderisa ti 2020-ën, 2021-shin dhe deri 2022-shin, pas ke bërë hetime, sepse në rastin konkret janë bërë hetime, dhe nga hetimet rezulton, sepse unë jam njohur me dosën pas datës 27/11/2025, pra do të thotë që nga ato që unë kam parë është kjo. Në 2021, në 2022, prokuroria ka bërë kërkesat të gjithë institucioneve 2 herë, 3 herë, 4 herë. Pra, vazhdon hetimi, ndaj zotit Meta është pyetur banka, është pyetur sigurimi shoqërore, madje zotit Ismaile janë pyetur për disa aksione që ka pas ai, dhe her pas here të njëjtat përgjigje, të njëjtat pyetje. Dhe për sa i përket telefonit të tij, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, pra do të thotë që gjatë gjithë harkut kohor, prokuroria e posaçme ka bërë të njëjtat kërkesa ndaj të persona për të gjetur prova. Përveç kësaj, ajo që unë kam vënë tek rasti Qez Dia, që është privatizim, jo privatizimi, është rasti i borxheve, janë gjithsej 1706 faqe, nga të cilat janë marrë fakte, prova, akte shkresore, çfarë të doni ju të thoni, nga individ të cilët nuk kanë lidhje fare me zotin Meta. Pra, brenda kam gjetur emra të cilët nuk janë as në procedim penal, as të hetuar në gjendje të lirë, asgjë, po thjesht janë aty brenda. Thjesht për të treguar tek ne si mbrojtje që shiko është kaq shumë e madhe si dosje dhe s'ka pse të merreni sepse është çështje e mbaruar, pra është politikisht, juridikisht e mbaruar, nuk ka pse të merreni. Dhe ky volum i kësaj dosje, pra dosja 2 Qez, tregon qartazi që është mirë organizuar që të na lodhin e si mbrojtje për të lexuar. Zoti Cakën edhe unë kemi punuar, nuk kemi lodhur fare, kemi gjetur mënyrën se si e kanë qepur dhe thjesht është vetëm diçka shumë e thjeshtë për opinionin publik. Në rast se SPAK-u do të kishte një indicje sapo zoti Meta të kishte zbritur nga presidenti i Republikut që të tregonte modelin, shfaqte vendimin e zotit Kastrioti Ismailit të gjykatës së lartë, që nuk përmendet në asnjë vend, asnjë rresht, mund ta